Për herë të parë, kryeministri Edi Rama ka shpallur se Shqipëria mund të bëhet bashkëfinancuese e një start-up i të rëndësishëm në fushën e inteligjencës artificiale, të themeluar nga Mira Murati me emrin Thinking Machine Lab. Në një deklaratë të bërë sot, Rama theksoi se ka qenë ai që ka kontaktuar Muratin për të diskutuar mundësinë e një bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe këtij start-up inovativ. 3 shtetet dhe kamta që më kanë bërë në advance ofertën për të bërë arsye ata ajo që e pastaj më shpjegonte që çfarë është se janë 2 nivele. Një nivel është që futesh si më tha, që futesh me pak. Po si drama pak. Po ndërkohë që është dhe niveli tjetër që hitesh me shumë. Domethënë ne kemi ardhur koha që ne të hyjmë në këtë lojë, sepse Shqipëria është duke përdorur inteligjencën artificiale në përkthimin dhe njësimin e legjislacionit evropian në kuadër të cilit së grup kapitujve. Vetë kryeministri Edi Rama ka treguar se ishte ai i cili telefonoi Mira Muratit për t'i kërkuar ndihmë në këtë proces. Ti tash do ta ndihmosh Shqipërinë të futet bëhet. A kujtoj se ku bëu humor. Por e kam seriozisht tash se kam përshtypjen me sa kuptoj unë këtë, se lexova pak. Që jam ditë fillim. Me sa kuptoj unë këtë është ti mund ta ndihmosh të futem bëhet më shpejt. Se kuptoj ta, çfarë kuptoj edhe ja thash, i tash shiko. Legjislacion. Pjesa që ti ke nga hidën fare me bëhen është merr 250.000 faqe këtej edhe sili këtej. Dhe gjithë vendet, edhe ne kështu ishim përgatitur. Të gjithë vendet në momentin kur filloi negociatat, bëjnë një ushtri me përkthyes. Edhe me juristë, këto merre adoptohej ushtri. Tha mua dha i dalën kjo. Më duket që është e bëshme. Duke theksuar rëndësinë e këtij projekti për integrimin e vendit, Rama ka njoftuar se Shqipëria ka ndërmend të financojë këtë platformë, duke dhënë mundësinë që të bëhet një bashk aksioner në të. Ky hub do të kontribuojë në forcimin e lidhjeve teknologjike me integrimin më të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.